Relativisht i kënaqshëm. Ky ndoshta është përshkrimi më ideal që mundemi me ia dhënë rezultatit final të Shqipërisë në Eurovision, kompeticion kë në të cilin Shkodra Elektronike me këngën Zjarm u rendet e teta me gjithsej 218 pikë. E për ata që thonë se votimi i juristë në këtë garë ka anim politik, dallimi mes pikëve të tyre dhe pikëve nga publiku për Shqipërinë e përforcon edhe më shumë këtë konstatim. Që për shembull, nga juria greke Shqipëria mori vetëm 2 pikë, ndërsa nga publiku grek mori 12 pikë. Nga juria italiane mori vetëm 3 pikë e nga publiku i këtij shteti mori 10. Nga juria kroate se mori asnjë pikë, por publiku atje i dha 10 sosh. Publiku zviceran ndërkohë ja dha Shqipërisë 10 poena e nga juria nuk mori asnjë. 8 pikë mori nga publiku në Gjermani, ndërkohë juria atje s'ja dha asnjë pikë. E poena 4 në total nga publiku, Shqipëria i mori edhe nga Serbia. Nga krejt kjo që po shohim, mundemi me konstatu që pozicionimi i Shqipërisë do të ishte ndoshta edhe shumë më i mirë nëse edhe juria do të injoronte afërsinë politike të shtetit respektiv me shtetin që japin votën. Pritjet ishin të mëdha, por që duket që Eurovisioni nuk do të na befasojë ndonjëherë duke i ndryshuar politikat e veta.